Familja e veprimtarit Hakimi Eri ka reaguar pas zhvillimeve të fundit, duke theksuar se e vërteta nuk mund të fshihet apo të mposhtet. Në reagim kërkohet që hetimet dhe proceset institucionale të zbardhin të gjitha dyshimet për rrjetet e ndikimit serb në Kosovë. Në vim, shkrimi i plot. Rrjeti dyshuar i BIA serbe në Kosovë, siç po shihet gjithnjë e më qartë nga zhvillimet e fundit, ka filluar të përjetojë momentin motosikletshëm. Shefi është arrestuar, ndërsa tentakulat po provojnë të fshihen, të zhduken nga skena dhe mbi të gjitha të bindin opinionin se nuk kanë pasur kur lidhje me Oktapodin, sipas akuzës së PSRK-s dhe materialeve të paraqitura nga hetuesit e prokurorët e Kosovës në qendër të tij rrjeti operatorësh armiqësor kundër Kosovës qëndron Fatmir Sheholli me bashkëpunëtor Zeka sipas pretendimeve që duhet të vërtetohen përmes provave dhe procedurave institucionale, dyshohet se ka shërbyer si një prej kanaleve përmes të cilëve janë promovuar agjendat që i kanë shërbyer interesave të Serbisë në Kosovë. Një pjesë e kësaj veprimtarie lidhet me publikimin dhe përdorimin e dokumenteve që pretendohet se kanë origjinë nga BIA serbe, të cilat më pas janë përdorur në hapësirën publike për të dëmtuar dhe diskredituar figura të institucioneve shtetërore të Kosovës. Dikush do të thotë se ka qenë vetëm gazetar, dikush tjetër vetëm burim, një tjetër vetëm njohje, e ndonjë tjetër ndoshta do të kujtohet papritur se nuk ka parë kur Oktapodin, edhe pse tentakulat i dalin në çdo fotografi. Por faktet, dokumentet dhe provat nuk funksionojnë me këtë logjik. Ato nuk zhduken vetëm pse dikush ndryshon versionin, prandaj qytetarët e Kosovës duhet të presin me interes punën e hetuesve, prokurorëve dhe gjykatësve. Nëse ajo pretendohet në aktakuz dhe në hetimin vërtetohet, atëherë do të kemi para vetes një pamje shumë më të qartë të mënyrës se si një rrjet i dyshuar i ndikimit serb ka funksionuar në Kosovë dhe cilat kanë qenë hallkat e tij. Shënim, e vërteta doli në shesh, pra ajo nuk mposhtet, as nuk digjet.